Ferit. A je mirë? Mirë jam. Mirë, por nuk duket kështu. A do të flasësh për diçka? Mirë. Me sa duket nuk dëshiron të flasësh me mua. Nëse do të kishe ndonjë mik, që e doje si vëlla ose motër, do të flisje dhe ndoshta pas asaj do të qetësoheshe pak. Unë për vete do ta bëja këtë. Djali i punëtorit tënd Diamani. Isha aq i brengosur për ta atë ditë. Me sa duket, e do shumë atë. Ai është shoku yt i shpirtit, apo jo? Nuk është më. Ai nuk është shoku im. Nuk kam shok më asnjë. Në rregull, mos u zemro. Ka një që nuk mund të zgjidhesh brenda vetes. Unë vetëm po mundohem të të ndihmoj ty. Ai që është brenda meje nuk të intereson. Ti shko dhe zgjidh nyjet brenda teje. Në rregull. Së pari babai dhe tani kasollja. Edhe kujtimet e të mjerëve janë shndruar në hi. Lërit të gjitha të kalojnë. E kaluar qoftë. Ti more edhe pozicionin e menaxherit. As do vazhdosh me mua tani? Paga e menaxherit nuk do mjaftoj vlla. Nuk më intereson. Unë do të vazhdoj nëse thua s'ka problem. Me të vërtet njeriu duhet të ketë frikë nga ti. Atëherë as nga ana ime nuk ka problem. Por nëse vëlla im, nëse ai e merr vesh atëherë. Mos u shqetëso vëlla për këtë gjë. Asgjë nuk do ndodh. Kush është Diamani në sytë e zotri Adnanit? Unë nuk jam tradhtar. Thjesht po garoj. Në jetën e biznesit ti duhet të sigurosh veten. Sigurisht e din edhe ti këtë. Atëherë në këtë rast unë kam sjell një avans për shkarkimin e nesërm.
Çfarë po ndodh? Ku po shkon vajz? Në Iskenderun, nën. Të duhen të një gjë? Nga doli tani Iskenderun? Punën. Mos më shiko ashtu. Pun, apo jo, mos më gënje mua. Ju ma dje bët edhe menaxheri Jamani në urime. Më shiko mua, atë të shkoj edhe Jamani në Iskenderun. Sigurisht që jo, nën. Vetëm Feriti do të vi. Por ti nuk do të shkosh askund hande. Nën ti apo tallesh me mua, hape derën. Nën mos e bëj këtë, do të më mbyllësh në dhomë si fëmijë? Hape derën po të them, do të vonohem. Fatosh! Mos më zemëron nën, hajde hape derën. Hape? Më shiko hande, do të qëndrosh larg nga Jamani ashtu edhe nga Feriti, në rregull? A më dëgjon mua? Unë nuk jam fëmijë. Unë vetë e di se çfarë të bëj. Hape derën po të them. Sa vjeç jam unë, fëmijë të dukem? Unë fola me vjerrën time, ajo e di që unë do të shkoj atje. Ti do të më çmendesh mua, thua se ajo është vjehra jote. Që në fëmijëri doja të isha si Azade. E din apo jo? Sepse nëna ime ishte frikacake. Ajo është vetëm një hije. Edhe para burrit të saj si e pështruarin, nuk tregon asnjëherë asnjë mendim. Gjithmonë kisha frikë të isha si ti. Ti nuk do të më bësh të dukem sikur ti. Pra, ke frikë të jesh si unë apo jo bi? Të vi turp. Turp të vi bi. A duhet të grindemi? Unë nuk duhet të largohem kështu. A jemi në një luftë? Mbram të kam lënduar. Të kërkoj ndjes. S'ka rëndësi, kishe të drejtë. Unë kam haruar disa gjëra. Çfarë ke haruar? Se jemi të huaj me njëri tjetrin. Se për 6 muaj do të largohem nga këtu, për të gjitha këto. Kur do të kthehesh nga Iskenderuni? Do të kthehem nesër. Shiko, nëse nuk do të qëndrosh këtu, mund të vish me mua, sepse unë të kuptoj. Jo, do të shihemi nesër. Në rregull. Atëherë do të shihemi nesër. Do të shkoj, nuk do të vonohem. Mos e varr hundën. Vëzëqesh. Miru pafshim. Urdhro. Zoti ju bashkoft përsëri. Tani pas ke filluar edhe të ndjekësh hënde. Jo, shpirt. Unë jam duke shkuar në Iskenderun. Vetëm desha të informoj. Ndoshta dëshiron ta dish. Jam e lodhur nga këto përrallat e tua. Mjaft më. Shko. Shko dhe luaj me një si veten tënde. Mos u ngatro me mua hënde. Nuk ka lojra. Unë të thash ty shumë më parë, por ti nuk i kuptove. Unë nuk hesh dorë nga Feriti. As tani dhe as kur. Nëse je gruaja e tij atëherë merre disi, sepse sonte natën do ta kaloj me Feritin. Unë nuk i friksohem askujt si ti. Dhe i besoj Feritit deri në pafundësi. Mirë. Atëherë, unë me Feritin do t'jemi vetëm, kurse ti shiko ndonjë film. Shiko, ekziston një film i mirë, një histori e vërtet, edhe vlerësimi është gjithashtu i lartë. Merre. Shihemi. Leman? Ku është Sinani? Asaj nuk ishte në mëngjes? Nuk e di. U largua dhe mua nuk më tha se ku po shkon. Ai mundet që nuk të ka thënë. Por ti, a nuk duhet të interesohesh si një grua e ti? Që të mbrohet? Lemro e pyet ku është dhe çfarë po bën.
Shiko, ekziston një film i mirë, një histori e vërtet. Kapje e mirë, peshkatar. Pas ke pasur fatë si shumë, a është qetë sot? Po ikin vazhdimisht. Mendova të provoj shansin, por prap nuk ka. Dhe nuk ka. Nëse qëllimi nuk është kapja, atëherë peshku nuk do dëshiroj të bëhet viktim apo jo. Çfarë ke vënë në fund të grevit të peshkimit? Më lër pak të shoh. E shepra, edhe ashtu asgjë nuk mbeti. Ja. Krimbat janë më të mirë për kapjen e peshkut. Kupton? Tani, hajde i dhe lartë. E di ke qenë i tillë edhe si fëmijë. Kur ishe i ofenduar nga ana jonë, ti shkoje për peshkim. Pastaj ktheheshe në shtëpi i qetësuar. Sigurisht, derisa këtu qetësohem, djemtë e tjerë marrin më të mirën nga prindërit e mi. Apo nuk është kështu? Sinan, ti e di që puna është e pamëshirshme birë. Baba, mos të lutem. Shiko nënën tënde dhe mua. Po të mos kisha punuar gjithë jetën, nëna jote nuk do e kishte parë faktin që unë qaja. Unë jam një sklav i parave dhe ajo është një zonjë. Më thuaj, kush është përgjegjës? A kjo është biseda, baba? A? A ka të bëjë me pozicionin kryesor, baba? A? Baba? Baba, e di se çfarë më lëndoi më shumë? Se baba im i beson një personi tjetër më shumë se mua dhe vëllau tim. Baba, kjo më lëndoi shumë. Baba, mos lutem. Mos, baba. Mos lutem. Birë, gjithçka që ka familja Sanxhakzade është e jotja. Ti e di këtë. Mos mendo kështu për të qenë menaxher. Lërë me këtë punë. Peshku po kafshon. Hajde. Sinan, hajde, tërhiqi, hajde. Shumë e rëndë. Shiko sa me fat, shiko. Dita e sot me ishte destinuar. Sinan. A ishe shpirt? Hande ta dha këtë, apo jo? Po, E shikon, apo jo? Ajo thot se do t'jetoj mes jush si një mace e zezë. e nuk më shqetëson, motra Vidja. Le të bëj çfarë dëshiroj. Sipas teje, më thuaj, çfarë mund të fsheh një grua, Aishe? Po të dëgjoj, çfarë mësove? Qenka në burg? Në rregull, dëgjohemi. Tani do ta kuptosh, Aisha. Mirë se vini, zonja Hande. Mirë se u gjeta. Unë kam një kërkesë të vogël nga ju. Si ardhroni, zonjë. Kur ishe e vogël, unë nuk ju binda babait tim. Vrapova në kopshtin tënd dhe hëngrëm pshora si fruta nga pemët. Të kujtohet ty? Si mund të haroj? Gjithmonë gjitesha në pemë që të mos i ndodh fustanet e bukura dhe babaj të mos më thot asgjë. Gjithmonë jam bërpis. Më qërtonte. Kisha plak. Azade,
Shiko, dhe tani vajza ime është e plagosur, nuk më pëlqen gjendja e saj. Të lutem, këshilloj atë, vetëm për gjëra të dukura, të lutem. Çfarë janë këto fjalë, Zumrut? Hande është edhe vajza ime. Çfarë do të thotë këshilloje vetëm për gjërat e Ti duhura? më keq kuptove, Azade. Hyseni kishte vështirësi në mbylljen e çështjes për dëmtimin e Aishës. Të lutem, unë po humbas vajzën time. Të lutem, ndalo Azade. Nëse Hande më vjen për këshill, atëherë çfarë do të thotë kjo për ty? A nuk duhet pak ta mendosh, Zumrut? Çfarë don të thuash tani? A thua se jam unë nënë e keqe dhe e kam edukuar vajzën keq? Jo, shpirt. Unë jam duke bërë gjithçka për të mbyllur atë që nuk ke bërë. Unë e këshilloj Handen atë që duhet ta kishe këshilluar më herët. Dhe kjo është e gjitha. Mjaft më Azade. Ne e pam të gjithë se si i ke edukuar fëmit. Njëri që të ndjek si një ros, një tjetër sjell një vajzë dhe thot se është gruaja e tij. Dhe ti je ajo që më mëson për edukat. Më mirë shiko e vetën tënde se çfarë nëne je. Aishe? Aishe shpirt? Motra Eja vetja? këtu zemër. Eja shikoje këtu? Çfarë është kjo? Po, veshe këtë, pastaj bëje një grim të bukur, bëu gati, se do të shkojmë. Nuk të kuptova, motër, për çfarë duhet bëhem gati? Ku po shkojmë? Unë nuk do të shkoj askund, por ti do të shkosh te buri yt në Iskenderum. Ne nuk do t'ja lëmë gjithçka Handës, nuk do të ulemi dhe të presimi, apo jo? Eja tani, nuk dua kundërshtime. Unë nuk do t'i kërkoj vëmendje apo dashuri Feritit. Lëre të bëj atë që dëshiron. Dhe nuk kam asnjë të drejtë. Aishe, a dëshiron të macarosh bukuroshja ime? Mos fillo me të drejtat. Ti ja nuk e do burin tënd shpirt. Ti mirë thua, motra Vedja, se do t'jem ndryshe nga Hande nëse shkoj edhe unë atje? Çfarë duhet të bëj? Të vrapoj pas ti? Ti them të më duash mua dhe jo atë? S'ka nevojë për diçka Është e tillë. nevojshme dashur. Ai është buri yt. Në ditët e sotme duhet të jesh e tillë. Mbro dashurinë tënde. S'dua kundërshtime. Do e marr këtë. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Përshëndetje. Zonj, ku jeni zonj?
Përbes nuk do të gënjej. U bevasova shumë kur mësova se çfarë keni bërë për Hyseinin. Çfarë ke dëgjuar? Nga kush ke dëgjuar? Çmimi që kërkoi Hyseini për hotelin ishte i lartë dhe ju ra dakord. Më fali. Jam në një takim. Është e rëndësishme? Po, e rëndësishme është birë. Ti ke lënë gruan të dalë në një kohë si kjo? Nëna ime. Aisha nuk është fëmijë. Nëse e bëri atë atëherë ka nevojë për të. Ajo nuk duhet të më pyes për këtë. Nuk duhet të them asgjë për faktin se ajo doli fshehur razi nga shtëpia në një kohë si kjo, Ferit. Sidomos kur ti nuk je. Nën? Përshëndetje. Urdhëroni, si mund t'ju ndihmoj? A mund të më tregoni se në cilën dhomë po qëndron Ferit Sanxhakzade? Më vjen shumë keq zonjë, por nuk mund ta ndaj me ju këtë informacion. Por unë jam gruaja e tij. Doja ta befasoja atë. Ndoshta mund të më ndihmoni? Mund të më tregoni certifikatën e martesës suaj? Patjetër, patjetër. Ja tani më një herë. Urdhroni. Faleminderit. Dhoma 815, kati 8. Urdhëroni. Faleminderit shumë. Je naive, Aisha, shumë naive. Çfarë po bën ti këtu? Ai është pranë meja, prandaj nuk mund të përgjigjet. Të lutem, Ferit. Të lutem ulu një herë. Le ta dëgjojmë njëri tjetrin për herë të fundit. Do të flasim me qetësi. Si shok. Atëherë nëse dëshiron mund të më urresh përsëri, por dua të them diçka shumë të rëndësishme. Thuaj atë që do të thuash dhe dil shpejt nga dhoma ime. Unë nuk mund ta bëja këtë me marrëdhënien ton, me dashurinë ton. Por të tjerët mundën. Ti nuk do të jesh i kënaqur kurrë me Aishën. Unë tashmë këtë e shoh në fytyrën tënde. Çfarë do të thuash, Ande? Çfarë duhet të bëj? Të të tregoj për ndjenjat e mia ndaj Aishës? Nuk ka nevojë, Edhe unë ashtu mendoj. sepse nuk janë të vërteta. Nuk e ndjenja të tilla. Ajo erdhi këtu për të punuar. Të mos martohesh me mua. Nuk e di se çfarë keni rënë dakord, por ajo vajzë nuk është e dashuruar në ty. Nga i mësove këto gjëra ti? Nga një fallxhore në një margarit? Sot, për të ardhur këtu, i kërkova leje Aishës. E ke grua? Vendosa ta pyes. Dhe ajo me shumë qetësi, me shumë, duke qenë shumë e qetë, më dërgoi mua të këti. As një grua e dashuruar nuk do t'ja jepte burrin e saj ishte fejuar e se ti ashtu let. Ajo
duhet të qelozoj. Pas valli ju ndaloj së folëri fakti që ju e qelluat, apo çfarë? Nëse ajo do të kishte frikë, ajo nuk do të fliste me mua. Unë bisedova me të shumë gjatë. Ajo mi dëgjoi ndjenjet e mia për ty. Ajo kishte turp, sepse ajo nuk ndjen asgjë për ty. Gratë e kuptojnë njëra tjetrën, Ferit. Padyshim që edhe ajo ka lënë dikë pas saj. Dhe ai kërkon ngushëllim në diçka tjetër. Si ti? Më mungon shumë. A i she, Feriti ishte i lumtur kur të pa, apo jo? Ku është makina motra vetja? Unë dua të kthehem. A ju largua që të mos kthehesh e dash. Jo, të lutem, dua të kthehem. Ndihem shumë keq. Gjërat kanë shkuar keq si duket. Në rregull, do ta dërgoj tani. Po pres. Në rregull. Ai do të martohej. Dhe ti akoma shkon dhe shfaqesh në hotel. Baha do të kalbet në burg për shkakun tënd? Çfarë po bën ti kështu, Aishe? Përshëndetje. Ej! Djalo! Çfarë bërë ti? Çfarë ke bërë kështu? Roje! Roje! Çfarë bërë kështu, djalo? Roje! Roje! Nëna Zade, Feriti është plotësisht i hotuar. Mirë që erdha këtu. Ajo nuk do të di asgjë për Sedan, mos u shqetëso. Të puth edhe unë ty. Do me thënë kishe dyshim në mua, nëna Zade. Unë do ta zgjidh këtë çështje. Çfarë do të bësh tani ti? Shtëpia gjithashtu doç. Mbleva një shtëpi të re. U vendosë sot. Pres të vish. E shoh që ke ndryshuar gjithçka, shtëpinë, makinën. Sikur është një tjetër Yaman tani.